Mirëmbrëma. Pas 2 javëve në teren, sonte kthehemi në studio. Të flasim për një figurë të quajtur i cili ka shkruar historinë dhe ka qenë një ndër figurat qendrore në rilindjen tonë kombëtare dhe më vonë. Sonte do flasim për Hasan Prishtinën dhe aktivitetin e tij në zonën e vilajetit të Kosovës dhe kryeqytetit të saj, siç ishte Shkupi. Nga viti 1908 dhe në vitin 1912, ai bën përpjekjet e tij maksimale që të fitohen sa më shumë drejta dhe lufton për një autonomi, me vonë edhe për pavarësi dhe shifet si truri i lëvizjes kombëtare dhe si faktikisht ideator dhe arkitekti pavarësisë së Shqipërisë. Në atë periudhë ishte shqiptarët akoma ishin ndarë në për zona, në për vilajete, në për grupe të vogla, secili kishte atë territorin. Një patriot elitar, një unifikues, një sinonim i unitetit, i bashkimit në cilin besonin shqiptarët. Andaj edhe ka arrit, domethënë, me organizue gjithat kryengritje, shlirimin deri në Shkup dhe luftën deri në frymën e fundit. Dhe Hasan Prishtina me 14 tetor i 1912 në prag të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë burgoset duke u futur në Shkup, në hyrje të Shkupit me disa veta tjerë dhe kjo është edhe arsyeja pse i mungon si firmtar i pavarësisë në Vlorë. Por ne mund ta them të fakt me plot gojen se pa Shkupin e 1912-s nuk do ta kishim as Vlorën e 28 nëntorit 1912. Në mbrëmje, te Agim Poshka, stimuloni intelektin tuaj.